Mirëmbrëma të gjitha. Të presim sa të na bashkohet edhe Lori. Dhe jemi gati të flasim për pjesën e dytë të manifestimit. Mirëmbrëma të gjitha. Okej. Që mirëmbrëma Mukades. Hello Lori, më në fund shikojmë. Aj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirë se të gjitha. Si më je? Mirëmbrëma dhe këtyre shikuesve. Mirë, Sara, mirë, faleminderit ti. Mirë, falë Zotit, mirë. Kjo ka rëndësi. Gjithmonë Dina, mirëmbrëma. me fillu me të mirat. Është pjesa manifestimit, si që kena bë dhe live-in e parë, ku kemi folë me detaje, edhe në këtë live tua që të flasim me detaje dhe me raste konkrete, sepse nuk është vetëm hajde ta imagjinojmë aty si kur kemi diçka, por sa e besojmë, sa jemi gati për ta marrë, sa jemi gati për të lëshu, sepse manifestimi nuk është vetëm imagjinata. Luajnë rol edhe shumë gjëra të tjera. Prandaj kur flasim për këtë tema, unë jam zjarr. Kush nuk është zjarr o Sara, nëse ne do manifestojmë, kush nuk don. Gjithë do. Absolut. Okej, do vazhdosh pra, Sara, kam qef di nga ti se çfarë është manifestimi dhe si mund të manifestojmë sa më vetëdijshëm ose sa më lehtë, si mund t'i sjellim jetën tonë. Atëherë, duhet të dim diçka. Meditimi është frekuencë. Është gjendja jonë e brendshme. Manifestimi ndodh vetëm kur ne hym në valët e energjisë. Dhe të hym dhe të arrijmë që të depërtojmë tek valët e energjisë, tek valët e frekuencave tona, duhet të dim frekuencën e qetësisë. Pra, vala e parë kur ne duam të manifestojmë është vala e qetësisë. Kur e di çfarë do në realitet dhe nuk ke mjegulla, nuk ke mendime të cilat të futen, nuk ke versionet e tjera, nuk ke imagjinatat e tjera për je përqendruar tek ajo pjesë. Frekuenca e hapjes. Pra kur ne e kemi zemrën e hapur dhe nuk kemi dyshime. Okay? Është frekuenca e pranueshme. Pra, kjo gjë që unë po manifestoj, kjo gjë që unë dua ta manifestoj, është pranim. Është e pranume nga ne. Është frekuenca mirënjohjes. Është frekuenca më e lartë, e cila hap fushën kuantike. Sepse vetë manifestimi është pjesa kuantike. Është frekuenca e sigurisë, kur trupi e beson këtë manifestim. Kur trupi thot, unë jam gati. Manifestimi nuk reagon vetëm duke mendu diçka, vetëm me mendime, reagon gjithmonë në frekuenca dhe frekuenca duhet të jenë sa më të larta. Prandaj po i prek në pika të caktuara që njerëzit të jenë sa më të qartë dhe sa më të bindur në atë që vërtet duan të manifestojnë. Nëse dëshiron të shtosh diçka, mund ta shtosh dhe ti, Lor. Unë do ta prekja në atë mënyrën time, si gjithmonë. Unë mendoj që gjithë kemi dëshirën për të manifestuar, normal gjëra materiale ose në shëndet, në familjartë, diçka të mirë me manifestu. Nga gjithë rrethanat e jetës ne mundemi
të manifestojmë, por Absolut. është një gjë që ne duhet manifestojmë vetëdijshëm. Çfarë do thotë kjo vetëdijshëm? Nuk mundemi ne të manifestojmë në qoftë se ne nuk e rrisim shkallën e vetdijes, sepse ne çfarë jemi tërheqim edhe manifestojmë. Nuk mundemi ne të manifestojmë se bëna një afirmim tani edhe e du këtë gjë dhe sidomos kur themi që e du, ajo është gabimi më i madh që mund të bëhet, e du, sepse kur thu e du t'jen mungesë. Du ta definojsh shumë qartë edhe siç e the edhe ti, se çfarë do, është pyetja e parë, çfarë do të manifestosh, sa vetëdijshëm manifeston. Në meditim, për shembull, unë shpesh herë kam pas manifestuar më përpara. Në meditim, siç e cek edhe ti, e sjell domethënë ti arrin e sjell atë, ja jep atë filmin, si me thanë, për çfarë projekton atë mundësinë që ti do të afrosh në jetën tënde, edhe ja jep atë ndjesin, ti futesh direkt në atë film aty, edhe ti e ndjen sikur ajo është e mbarume. Se gjithmonë tërheqim me ndjesi, ose për shembull kur rrisim këto shkallët e vetdijes, pastaj bësh magnet, pastaj nuk ke nevojë më me manifestu siç manifestojmë në fillim, siç kam manifestuar në fillimet e para për shembull. Atëherë, nëse bëhet hapja e zemrës, atëherë je magnet. Do me thënë ti tamam vetëdijshëm ti e di se çfarë don, tamam vetëdijshëm ti e di se çfarë nevojitet. Ne do manifestojmë shumë gjana, por gjatë rrugës ne edhe mund t'i ndryshojmë, sepse fillojmë e rritemi me shkallë, edhe thu, po paska dhe më mirë, paska dhe më shumë, e kupton? Edhe është mirë që mos i dalësh do me thënë në rrugë, po ta dish që kjo është e mbarume, ta supozosh do me thënë komplet manifestimin që kjo, pastaj vazhdo të manifesto tjera ti, por mos e ndalo. Mund ta provoj çdo kush, do me thënë është, për mu ka funksionu, nuk e di tani. Okej, super, perfekt. Atëherë, që sot mëngjes e kam hedhë dhe pjesën e pyetësorit. Shit. E kam hedhë dhe pjesën e pyetësorit dhe sinqerisht kam disa pyetje fantastike që du ta lidh edhe me pjesën e shpjegimit që njerëzit ta kenë sa më të qartë. Dhe një ndër pyetjet thotë, cilat portale hapen gjatë manifestimit? Është shumë e vërtetë që gjatë manifestimit ne arrim të hapim 3 portale. Dhe është e mrekullueshme se si funksionon truri jonë. Portali i parë është portali i zgjedhjes. Kur vendos diçka, ndryshon rrjedhjen energjetike. Pra ti vendos këtë gjë dhe komplet rrjedhja e energjisë tënde shkon dhe fokusohet direkt në të çka ti do. Portali i dytë është portali i emocioneve. Kur të gjitha emocionet, ku të gjitha ardhmja jote dhe të gjithë energjia jote shkon aty. Portali i tretë është portali i besimit. Kur ti e ke besimin primar, e ke besimin e plot, që ajo gjë është e jotja dhe do vi tek ty edhe pse akoma nuk ka ndodhur. Nëse dëshiron të shtosh diçka në lidhje me këtë pyetje. Jo, më pëlqeu se si e shpjegove, edhe kjo funksionon, është shumë e vërtetë. Një ndër pyetjet e tjera, kur është më mirë të manifestosh? Atëherë, duhet të dini diçka, pjesa manifestimit, gjëja më e mirë është kur ne jemi bosh. Pra bosh do thotë bosh pa ego. Është gjëja më fantastike. Ose kur sa po jemi zgjuar dhe valët e trurit ton janë në theta ose në alfa.
Kur ne jemi në një meditim të thellë, mund të manifestojmë. Kur ne shkojmë për të fjetur gjumë dhe truri jonë nuk na thot do t'i jo, por gjithmonë i merr ato komando dhe i fut direkt në ndërdije. Pjesa tjetër është në një seans theta healing, ku ne domethënë manifestojmë në mënyrë të jashtëzakonshme. Nëse dëshiron të shtosh diçka Lor, lidhje me pyetje, mund të desha të pyes pak në që mënyrë ku manifestojmë më mirë kur t'jemi bosh. Kur jemi bosh pa ego, pra nuk kemi ego në vetvete. Kur jeni energji të lartë. Po. Kur jemi në energji të lartë dhe nuk kemi ego, për shembull, një pjesë e egos është pjesa ku unë e du diçka të mirë vetëm për inat Lorit. Pra, realisht ndoshta edhe nuk e du, por e du thjesht për inatin tat. Këtu tregon që unë kam ego. Po mirë, dëgjoj, këto pastaj janë mësime fare, mos i futesh më mirë fare kësaj rrugës shpirtërore, nëse një njeri ka ato pikpyetjet, e kupton, siç e cek edhe vet. Por unë mendoj që kur jemi në energji të lartë, atëherë është mënyra më e mirë për të manifestuar. Që ti e qunë pa ego. E njëjtë është. Po, pa ego. Kjo tregon që ti je pa ego. Atëherë, një pyetje tjetër, duhet dini diçka, ne mund të manifestojmë edhe kur jena në sinkron me universin. Kush është sinkronimi që ne jemi vërtet një me universin? Është për shembull kur shikojmë numrat 1, 1, 2, 2, kur kapim orën, kur shikojmë një targ makine, kur shikojmë diçka, në mënyrë automatike, ne në ato momente, nëse shprehim një dëshirë, ne manifestojmë, sepse kjo tregon që ne jemi në sinkron me universin. Dhe dëshira në ato momente manifestohet automatikisht. Një pyetje tjetër thotë çfarë mund të lirojmë në manifestim? A na ndihmon manifestimi që ne të lirojmë? Po. Manifestimi na ndihmon sepse kur ne manifestojmë edhe lëshojmë. Lëshojmë programet e vjetra. Pra, çdo lloj programi që ne kemi marrë nga prindërit, nga shoqëria, nga rrethit e tjerë, ne e lëshojmë. Lëshojmë besimin e frikës. Energjitë e trashëguara, nëse një energji e trashëguar ka qenë me ne për shembull për shumë vite se unë nuk e meritoj, unë kam frikë të marr, unë kam frikë të jap, ne e lëshojmë. Në manifestim ne lëshojmë edhe traumat e fëmijës së brendshëm. Lëshojmë identitetet e vjetra, pra nuk jemi ai që ishim. Jemi ky njeriu që po vjen. Frikën e humbjes. Në manifestim, ne lirojmë edhe frikën e humbjes. Mungesën e energjisë. Edhe nëse ne ndjehemi të demotivuar dhe jemi shumë poshtë në energji, moment që ne futemi në frekuencat e manifestimit, ne rrisim energjinë. Gjithashtu, ne lëshojmë edhe energjinë e humbjes. Nëse kemi frikë që në një të ardhme mund të humbim shtëpinë, mund të humbim biznesin e tjerë, ne kur hym në manifestim e rrisim energjinë aq fort sa frika nuk ka vend më në jetën tonë. Nëse dëshiron të shtosh diçka, Lor? Jo, vazhdo. Atëherë, një pyetje fantastike, që sinqerisht më ka lënë shumë pikpyetje dhe mu, është pjesa ku personi më pyet pse njerëzit e marrin manifestimin si magji. Okej, kjo është shumë e thellë dhe shumë e bukur. Faktikisht nuk është se kisha menduar ndonjëherë, por e marrin sepse e shohin energjinë, domethënë si diçka të pamundur, ose shohin disa lloj njerëzish, sikur kanë energji të lartë, sikur vetëm ato munden, sikur vetëm ato janë të ditur, sikur vetëm ato janë të zgjuar,
sikur vetëm ata mund të arrijnë. Dhe duke mos e parë energjinë tek vetja e tyre, mendojnë që thjesht ky person është me fat ose vetëm ky person mund të manifestojë. Nuk besojnë në realizim, por besojnë në rastësi. Pra, thojnë, okay, kjo ishte rastësi, ndodhi, faleminderit, por ishte rastësi. Rastësi nuk ka. Duhet ta dini që rastësi këtu nuk ka. Mendojnë gjithmonë që nuk janë të Zotët, nuk e kanë besimin në vete. Mendojnë gjithmonë që të tjerët munden, por këto jo. Këto nuk janë për këtë rrugë, këto nuk janë për këto mundësi, këto nuk janë për këto realizime. Dhe gjithmonë, dhe gjithmonë mendojnë që duhet jesh i lindur që ti të manifestosh. Okej, nëse do të shtosh diçka, mund ta shtosh. Pyetja ishte pse duket si magji, ë? Manifestimi. Po tani në një farë mënyre kur rrit vetien ndodhin edhe si magji gjërat. Ajo është mos e ditur. Po, për disa njerëz, për shembull, ne që jemi shpirtëror, ne që kemi ndjesi ndryshe, neve që ndjejmë energjitë e tjera dhe arrijmë të manifestojmë edhe në mënyrë të shpejtë, mendojnë njerëzit që ne jemi magjistar. Prandaj ishte kjo pyetje. Dhe pse manifestimi për shembull hyn tek pjesa e magjisë, hyn tek pjesa e magjisë, janë njerëz që ato janë rituale pastaj, me rituale s'kemi punë. Edhe manifestimi mund të jetë magji, por gjithsesi është magji e bukur, është magji në të mirën tonë. Sara, dëgjoj. Përderisa Zoti ta ka dhënë mendjen funksion, ti me mendjen tënde mund të mendosh gjithçka, vetëm ato me fjalë njeriu po arriti të kontrolloj mendjen, mendimat, atëherë bëhet i Zoti i vetes, po të arrihet ta marrë komandën vet. Do me thënë ti mund të bësh gjithçka, ato na e ka dhënë Zoti të lirë. Tani për çdo njeri është, nuk është vetëm për mua për ty. Atëherë manifestimi, e thash edhe një herë, nuk ka të bëjë me botën fizike. Manifestimi vjen direkt është në kuantik, është në frekuencat kuantike, pra është trup emocional dhe fokus. Trup emocional dhe fokus, të cilat hapin portat e kuantikës, fizikës kuantike në mënyrë automatike. Pra duhet i dini këto gjëra para se të manifestoni dhe para se vërtet dëshironi që disa gjëra të realizoni, sepse ne ndryshojmë, sa më shumë që ne rritemi në frekuenca, sa më shumë që ne rritemi emocionalisht, fizikisht, në mënyrën ekonomike, do më thënë, gjithmonë ne ndryshojmë, sot dua diçka, nesër dua diçka më shumë, pas nesër diçka. Atëherë, një pyetje tjetër thot, kush është formula më e fortë e manifestimit? Formula të flas Po, mund të japësh mendimin tënd, patjetër. Mendimi im, formula më e lartë e manifestimit është rritu çdo ditë, pastaj po është magnet. Unë e kam gjithmonë me rrit, më urrit çdo ditë, me planu veten ashtu siç je, pastaj manifestimet bën vërtet si me magji. Kur e hap zemrën, ajo është e gjitha, hapja zemrës. Kurse unë do thoja, qartësi, emocion. Hapja zemrës qartësi është. Besim, dorëzim. Pra, këto janë të gjitha gjërat që mund të rrisin trupin dhe mos të ndalin procesin e ngadalësimit. Pra të vinë gjërat sa më shpejt. Nëse kemi këto të katërta, jemi të rritur, jemi gati, jemi bombë. Atëherë, një pyetje tjetër thotë si ta udhëheqim më shpejt atë që po manifestojmë dhe si ta materializojmë
në jetën tonë. Unë po jap mendimin tim, Sara. Më ka pëlqy një mësues shpirtëror këtu në Gjermani, që aq bukur, domethënë, ka ngel kështu, domethënë e kam kthy 2-3 herë, aq shumë pëlqeu thënia e tij. Njeriu kur do diçka ose rrethet qark teje, ti flet ose manifesto diçka me gojë, gjuha, mi fjalë, gjuha, zëri është frekuencë. Gjuha që japim ne është ajo që të shkruan ty. Stilolapsi. Stilolapsi. Edhe më la shumë bresa kjo fjala e tij, edhe është shumë e vërtetë, sepse unë ja kam vu menjen edhe vetes time që sa ma shumë fjalë pozitive, sa ma shumë manifestime vetëdijshëm, domethënë është vërtet ajo stilolapsi i gjuhës, se çfarë ti mbjell. Edhe për këto s'ka njeri që ma mbush mendjen. Okej, kurse unë do thoja ul rezistencën. Sa më pak mendime, aq më shpejt ti manifeston jetën tënde. Ndrysho identitetin. Pra, ne jemi qenie që evolojmë. Unë nuk jam ajo që isha vitin e kalume, po ashtu as ti nuk je, as njëri nga ne ndryshoje. Nëse dikush të njeh për atë kush ti ishe para një vitit, ai person nuk ka dëshirë të njohë kurrë. Thjesht ka ngelur aty ku është. Qëndron në emocionin e dëshirës. Lejoje veten që dëshira jote të jetë mbi gjithçka. Vendos kohë dhe afat. Jo, unë e dua diçka, por e dua vitin tjetër. Kur është viti tjetër? Vendos një afat. Unë e dua këtë dhe e dua për 1 muaj, për 3 muaj, për 6 muaj. Por vendos edhe datën, edhe ditën kur ti e don. Ashtu du ta shkruajmë, unë e dua? Jo, unë e dua është dëshirë, kjo hyn tek dëshira, por ti mund ta shkruash sot është data, sepse bëhet në këtu dhe tani, sot është data futja kot, 20/5/2026. Dhe unë kam makinën që dëshiroj. Unë kam makina ime është ngjyrë të kuqe, është ngjyrë të bardhë, është lejla, çfarë ju dëshironi, ka këtë model. Detaje. Po, ka këtë pultron nga brenda, ka këto sërdile, ka këtë kasetafon, pra vendosni detajet. Jo, unë e dua një makinë, por e dua vitin tjetër. Viti tjetër kur do jetë? Jo, unë kam, unë jam këto, se unë asnjëherë nuk kam shkruajt më përpara unë e dua, sepse këto e kam ditë qysh fillim, e kam kuptuar që është në mungesë. Atëherë, një pyetje tjetër thot, pse njerëzit nuk vibrojnë gjithmonë në frekuencën e manifestimit? Sepse janë ose në të shkuarën ose në të ardhmen, edhe nuk janë aty në moment çfarë duan. Janë gjithmonë sepse Diana jam duke të lexuar me vëmendje, mos mendo që nuk po të lexoj. Njëherë kur uli kokën poshtë, kemi Dianën këtu. Diana është për mu personalisht është një njeri fantastik. Edhe pse nuk e njoh personalisht, por ja du mendimin. Dhe po hedh sa gjëra shumë bukura këtu. Dhe pikërisht du ta lidh edhe me këtë që po thot Diana, sepse kanë programe të vjetra në trup. Duhet të dini diçka. Sado që ne të rrisim frekuencën, të punojmë me mendjen, të punojmë me gjithçka tjetër, trupi jon ka memorje po as sa truri. Dhe çdo lloj frike, çdo lloj reagimi e mban brenda, nëse kemi fshi në tru, e kemi në trup. Mban trupi. Dhe duke patur këto lloj frikrash, këto lloj programesh, trupi jon fillon të reagojë.
rrite sa dush frekuencën ti, bën çka dush manifestim. Vjen një moment që trupi jot fillon mos ta besoj. Vjen një moment që trupi jot fillon ketë një mos balans me mendjen. Mos veproj si çdo mendja. Sepse identiteti shumë personave nuk përputhet me realitetin e tyre. Duke mos u përputh trupi me mendjen dhe duke mos lën emocionin që të rrjedhë, nuk arrin dot. Bëj çka dush ti, manifesto. Okej, mund të manifestosh disa gjëra që janë shumë afër teje për të ndodhur dhe I manifeston. Por disa gjëra që janë shumë të mëdha, jo. Mos harroni sepse mendja jonë nganjëherë është thjesht në mbijetesë. Pra çka ndodh kur mendja jonë është thjesht në mbijetesë? Është pjesa ku ne fillojmë të mendojmë vetëm për sot dhe nesër. Sot ç'a do haj nesër, ç'a do ushqem nesër, ç'a do vesh nesër, ku do dal nesër, ose okay, shqyr kaloj edhe sot, po ç'a do vi prap nesër. Pra kjo është pjesa ku mendja jonë është në mbijetesë. Mos harroni se nganjëherë trupi jonë ose mendja e ka shumë të vështirë të shkëputet nga e kaluara. Ndodh në shumë faza të jetës që trupi jonë ose mendja jonë ka ngelur në një moshë të caktuar, në një sfidë, në një ngjarje dhe duke mos e marrë ne pas vetës, ose mendjen ose trupin, prap nuk arrim dot të manifestojmë sa duhet. Sepse shpeshherë ne shkëputemi nga realiteti ku jemi dhe shkojmë në atë vjetrin. Kur shkojmë në atë të vjetrin, ne domethënë ngjarjet, situatat, emocionet e atij vendi I kthejmë edhe këtu. Nuk është faji I atyre që nuk janë gjithmonë në këtë lloj frekuencash, por është trupi që e ruan vuajtjen, ose e ruan mungesën, ose e ruan këtë lloj pjese. Pra, nuk duhet fajsu askush. Atëherë, një pyetje tjetër thot, a jetojnë të gjithë në manifestim? Sara, ku shef pyetje ti? Jo, këto janë pyetësore që I kam bërë unë sot mëngjes, edhe mi kam dërgu. Tani I kam marrë, kam telefonin tjetër dhe I kam të gjitha të shkruara këtu. Okej, ma bëj edhe një herë pyetje, më fal. Si isha të patur. Pyetja tjetër është, a jetojnë të gjithë në manifestim? Tani, kjo mund të ceke të dyja anët, do me thënë edhe pjesën që njerëzit punojnë me veten, edhe njerëzit që janë normal që të ishin ne. Po, është një pyetje. Është ajo që unë gjithmonë e them që njeriu 24 orë në 7 ditët të javës, si me vetdije, si pa vetdije, është në manifestim. Çfarë nxjerr nga goja, çfarë ti, çfarë ke në brendin tënde, nuk ka rëndësi je në këtë rrugë shpirtërore, vetdijshëm apo je pa vetdijshëm. Ti çfarë mbart këtu mrena, do me thënë ti atë do pasqyrosh edhe atë do manifestosh. Por ka një ndryshim mes dy botëve, mund ta quaj kështu. Botës shpirtërore që je I vetdijshëm dhe botës shpirtërore që jemi njerëz normal, si që ishim edhe ne dikur në program, si me thanë. Unë mendoj që me një vetdije më të lartë e din edhe më mirë se çfarë unë dua, çfarë mund nevojitet edhe çfarë unë jam e aftë të manifestoj, vetëdijshëm. Kjo është e bukura. Okej, po, dhe unë do thosha, po, të gjithë manifestojmë, edhe ato që janë të vetëdijshëm, edhe ato që nuk janë të vetëdijshëm. Mos harroni që realiteti që ne po jetojmë sot është manifestimi jonë I djeshëm. E dyta, edhe ata që thonë nuk besoj tek manifestimi,
ato në një farë mënyre po e manifestojnë atë realitet. Po manifestojnë shpinën, po manifestojnë kohën, shtëpinë, punën, gjithçka. Gjithçka në këtë botë është manifestim. Një pyetje tjetër thot, a mund të ndryshojmë realitetin vetëm me forcën e mendjes? Është ajo që thash pak më parë, Sara, me forcën e mendjes, në qoftë se ne e marrim nën kontroll mendjen, mendimet dhe dim se si ti akumulojmë vetë dishëm, mendoj që po, por është rruga më e vështirë që ta marrësh nën kontroll mendjen tënde. Atëherë bosh Mendim, master, si i thon master. mendim dhe emocion do thot fushë kuantike. Po, jam e sigurt që ne e ndryshojmë realitetin tonë vetëm anë mendimeve, por kur kemi mendimet dhe emocion, nëse të dyja janë në sinkron me njëra tjetrën, ne hapim fushën kuantike, ne mund të ndryshojmë çdo lloj programi, çdo lloj traume dhe gjithçka tjetër. Sepse rritet frekuenca, rritet vetëdijsimi, rritemi ne. Kjo është më e bukur. Po kjo është. Pyetja tjetër thot, a mund të manifestojmë thjesht me një meditim? Me një meditim? E para është sa kohë ke që merresh me veten, e dyta është çfarë ti do të manifestosh, e treta është sa e aftë je ti të manifestosh, edhe për një ditë edhe mundet, por jo me prit ndonjë reagim shumë të madh, të paktën për mendimin tim. Ato do ta çojsh disa herë, domethënë t'japësh emocionin. Atëherë po, unë do thosha po, edhe me një meditim ne mundet dhe sigurisht që manifestojmë nëse meditimi është i thellë dhe meditimi është në kohën dhe momentin e duhur ku ne jemi. Sepse duhet të dini që çdo meditim hap portale. Përsëritja e mban derën e hapur. Identiteti i ri e ndërron në realitet. Shpesh mjafton vetëm një meditim i fuqishëm dhe ne ta drejtojmë komplet jetën tonë në një drejtim tjetër. Atëherë, jo, për mendimin tim. Me një meditim, thash, varet se çfarë do, varet çfarë manifesto, tek unë pak të nuk ka funksionuar. Unë jam po pra, sepse duhet të dish, sepse lidhet edhe me pjesën e besimeve, në pjesën e lëshimeve. Dhe e kemi një formë këtu që thot po, unë kam manifestuar për 24 orë. Sara, ka dhe nga to më falë që të ndërpreva. Ka dhe nga to që mund të manifestojnë 2 vite edhe prap nuk arrin. Shumë e vështirë me një që thuti, me një meditim. Do shta të ka ndohë, po unë dëgjoj shumë që është shumë e vështirë. Manifestimi të arrin deri aty ku prandaj thash çfarë? Se mund t'jetë një gjë e madhe, ti nuk mund të thush tani jo, futëm unë meditim, du një makinë, po ti mund t'japësh edhe emocionin edhe kaq, edhe prit makinën. Nuk ndodh. Atëherë Lor, nga një herë ti ke pas raste, edhe na duhen vetëm 60 sekonda për të manifestuar. Vetëm 60 sekonda mjaftojnë për të manifestuar. E para, duhet të dini diçka. Moment vetëm vendos një dorë në zemër, të majtën gjithmonë. Dhe merrni frymë, mendojeni pa e lëshuar frymën. Thjesht merrni frymë, mendojeni dëshirën, lëshoni frymën, lëshoni dhe dëshirën, mos e mendoni më, unë manifestu. Vetëm 60 sekonda, as një sekond më shumë. Kështu që nga njerë varet se ne sa e besojmë, sa jemi gati të lëshojmë, sa jemi gati të shërojmë njerë traumat tona.
Prandaj ka qenë një temë që unë shpeshherë edhe nuk kam dashur fort ta diskutoj, sepse unë personalisht nuk manifestoj. Pse? Përderisa unë merrem me pjesën bioenergjike, punoj, bëj seanca private me bioenergjinë, e kam pak si të ndaluar në mënyrë energjetike flas. Ndërsa tek njerëzit që duan të manifestojnë dhe tek njerëzit që nuk merren me bioenergji, le t'i japin drejtim dhe të manifestojnë. Mjaftojnë vetëm 60 sekonda. Vetëm mbani këto shënime që u kam thënë, duke e ditur ku hapen portalet, si vendosen, çfarë duhet të bëjmë, dhe kjo ka për të funksionu. A të bëj një pyetje, Sara? Po, prit, të lutem pak. Duhet të dini diçka. Manifestimi nuk vjen nga bota fizike. Manifestimi vjen nga bota kuantike. Vjen nga fusha ku përputhet informacioni, energjia, identiteti. Kur të treja këto ne i bëjmë bashk, ne arrim të manifestojmë. Pra, që duhet them me këte? Kur ka energji të ullët, manifestimi është i ngadalt. Kur ka energji të mesme, manifestimi është i vonuar. Jo se nuk ndodh, thjesht është i vonuar. Energjia e lartë është manifestimi shpejt dhe energjia e pastër është materializim. Pra, është direkt, si me magji. Duhet të dini diçka. Finalizimi, kur ne finalizojmë gjërat, aty tregon se sa e pastër është energjia jote. Shpirti yt e din gjithmonë rrugën, sepse nëse shpirti nuk e din rrugën, nuk do i kishim as dëshirat. Nuk do i dinim se çka është manifestimi. Trupi duhet ta ndjek gjithmonë shpirtin për ta manifestuar. Ti nuk manifeston asnjëherë atë çka do, për atë çka je, atë çka ti vibron nga brenda. Universi është gjithmonë gati me të përgjigj u bë, u kry, është e jotja. Por gjithmonë bëja një pyetje vetes, a jam gati ta marr, a jam gati të dua, a jam gati ta fitoj, a jam gati ta pranoj. Kjo është gjitha. O, Sara, të bëj një pyetje? Patjetër, unë kam mbaruar me pyetjet e mia, nuk ka kisha. Ne po flasim për manifestimin sonde. Tani, ti the pak më parë që unë nuk manifestoj, sepse nuk lejohet nga ana energjetike, më duket se the. Po, e pjesa e bioenergjisë. Po pse do t'i vëmë limite? A mund të na shpjegosh pak më qartë se sa rrit ta kuptoj? Njerëzit që merren me bioenergji nuk lejohet që të manifestojnë, sepse ekzistojnë ligjet karmike, pra është ligji jep dhe merr, është ligji i shkëmbimit. Janë shumë gjëra që një njeri që merret me bioenergji nuk duhet të manifestojë. Paktën me çka di unë, me sa informacion kam unë. Po, kjo ligji karmës, theti? Është ligji karmik, është ligji i shkëmbimit, janë shumë të tjera. Okej. Dhe duke u marrë me pjesën e bioenergjisë, unë thjesht e lej jetën që të rrjedh. Okej, duam apo s'duam, edhe ne që merrna me bioenergjinë manifestojmë, por manifestojmë thjesht duke folur, thjesht duke u kënaqur me jetën, thjesht duke i treguar gjërat se sa të mrekullueshme që janë, por nuk ulemi të manifestojmë vetëm për këtë gjë. Këto se di, nëse ti merresh me këto energjitë edhe prandaj bëri pak kështu. Pak si pikë pyetjes. Unë mendoj që njeriu është i lirë të manifestojë, jetën e kemi të lirë, por këtë pjesën e energjisë nuk e di, edhe pjesa e karmës, unë e di që karma është shkak pasojë. Shkak pasojë është, por tek ligjet karmike, tek ligjet karmike hyn shumë gjëra, nuk është vetëm shkaku dhe pasoja. Janë edhe shumë gjëra, nuk është temë e sotshme, kështu që jemi tek manifestimi, le të manifestojmë, le të shpërthejmë, le të flasim. Nëse ke ndonjë pyetje nga ana jote, Lor, mund ta diskutojmë.
sapo e thash, sapo e ceka Sara që unë mendoj që Yes, ne Diana. manifestojmë. Si vetëdijshëm, si pa vetëdijshëm. Edhe ti që thu nuk manifestoj, Jo, nuk them nuk manifestoj, thash nuk ti ulem për manifeston, nuk të po pra manifestoj. nuk ulesh, por me gojë Po, manifestoj. sepse unë thjesht duke folur me ty, duke thënë sa e mrekullueshme është jeta, duke thënë se sa e dua veten, Po, duke thënë që universi ka bollëk, unë thjesht manifestoj. Duke thënë se ka për të gjithë, thjesht manifestoj. Duke mos patur disa bindje që shiko se manifestimi nuk rezonon ose nuk bën klik vetëm me një meditim, dhe më thënë këtu unë e frenoj veten. Por jo, unë them po dhe po, është po. Tash, duhen vetëm 60 sekonda. Thjesht duke fol, ne manifestojmë. Nuk e kam ma këtë pjesën që, okej, duhet t'ulem, duhet ta shkruaj. Këto i kam bë dhe unë fillim të, okej, jemi të qartë. I kam bë, domethënë për pikmëri, kam vendos datat, kam vendos gjërat, çfarë dua, kush duhet jem etj. Po Sara, e ke parë një pyetje në fund fare që thotë a mund të manifestojmë ne për familjen tonë fëmijët, diçka të bukur dhe si? Po, absolutisht që po. Tani, si shkon energjia? Duke qenë që ti e nana ose baba, nuk e di kush e ka bërë këtë pyetje, por duke qenë që ti e njëri nga prindrit, ti e manifeston, për shembull, duhet dini diçka. Energjia që simbolizon fëmijët tanë është energjia jonë. Ne transmetojmë energji tek fëmijët. Nëse e keni vënë re, për shembull, fëmia deri në 12 vjeç është i lidhur me kordon energjetik me nonën. Sa herë që nona është nervoze, fëmia do ketë temperaturë. Sa herë që nana ka diçka që nuk shkon, fëmia do reagojë. Sa herë që nana i dhem barku, do i dhembi barku dhe fëmisë. Dhe thu si ka mundësi? Fëmia do bëhet në jetë ai që nona dhe baba e shikojnë. Nëse ti një fëmijë, sa do i zgjuar t'jetë, sa do i mirë le t'jetë, sa do i hareshëm le t'jetë, në moment që prindi e shikon atë fëmijë si të paaft, ai fëmijë do vi një moment i jetës ku do jetë i paaft. Nëse nana e shikon atë fëmijë, sa do ulët t'jetë, sa do energji t'ulët t'ketë, sa do, nuk e di, sa do ndryshe nga moshatarët e tij t'jetë, nëse nana i thot, ku ka more si djalin tim, është më i miri, është më i mrekullueshëm, është më i bukri, energjia e tij do rritet dhe fëmia do bëhet ai që prindi mendon dhe atë energji që prindi i jep. Okej? Pra po, mund të manifestosh edhe për fëmijët. Mund të manifestosh në këtë lloj mënyre duke e mendu se sa e mrekullueshme është, se sa bukur po jeton fëmia jot, se sa pasurit madhe që ka, se sa i lumtur që është me ato gjëra që ai ka realizuar, se sa bukur është dhe sa i lumtur ndjehesh ti si non që fëmia jot ka arritur këtë pjesë të jetës. Ndërsa unë do të thekja që mund të manifestosh edhe për fëmin, edhe për shkollën, se si ti do në të shosh atë fëmi duke ecë përpara. Unë para ca ditësh jam shumë e vëmendshme, shumë e kujdesshme. Po më shpjegonte diçka djali, ishim tu ardhur nga shkolla, si e mora nga shkolla. Po më tregonte një me Gjermani, se ti e di që ai ka shumë interes për çdo gjë. Më tha, po pse tha ky shtet ka bë këtë gjë për Gjermaninë, diçka të tillë, po tha e urrej. Edhe unë tak ja kapa fjalën. Thash dëgjë, ndalu pak i thash. Fjalën urrej, thash ta kam thënë disa herë, atë duhet me eliminuma. Thuj nuk më pëlqen, për shembull si ide, po jo urren, e kupton? Ty e kapa fëmin tim, do me thënë që e ka përdor disa herë këtë fjalë. Ai është fëmijë, normal. Por unë ja venduke, ai mund ta dëgjoj edhe te shkolla, se këtu ke unë në familje, në shtëpi nuk përdoret fjala urrej ose gjëra negative. Ai mund të mësoj nga fëmijë të tjerë, por unë si nan ja kap, do me thënë, edhe
ja them se si duhet ta shndroj. Se çdo gjë negative mund ta shndrosh në pozitive ose në diçka më të lezetshme, jo fjalën urrë. Fjala urrë nuk është komplet në frekuencë negative. Prandaj duhen zgjedhë edhe fjalet. Që ka po mu ka desi për 60 sekonda. Ja, unë thot, këtë pyetje manifestova. Unë nuk ish... Ja thot, unë këtë pyetje sa po e manifestova. Tani duhet dini diçka. Vetë fjala urrëtie, pra e ka inatin, e ka mllëfin, i ka krejta bashkë, i ka të përmbledhura. Ndërsa kur thu diçka që nuk më pëlqen, nuk është edhe aq e rëndë. Pastaj duhet dini edhe diçka, sepse kështu na i kanë interpretuar dhe kështu ne reagojmë në bazë të atyre që na i kanë interpretuar. Sepse fjala urrëtie për shembull në një vend tjetër mund të jetë lumturi. Nëse unë kam arrit, po, në një vend tjetër ti mund ta përdorësh për shembull, ka shumë fjalë që ne kemi ndryshe për ndryshe. Për shembull, mund të ketë një fjalë që ti e përdor urrëtie dhe në një vend tjetër mund të përdoret si lumturi. Për shembull, çfarë kam vepruar unë në këtë lloj rastesh? Kur më kanë thënë për shembull që dikush ty të ka inat, ç'a kam bëu unë? Kam thënë, inati për mu do jetë gëzim. Shndërrim, po. Dhe kur do që më thoshte, ej, Sar, dikush të ka inat, wow, sa e lumtur që jam. Po si? Po, sepse po m'jep gëzim. Kam vendos urrëtien ta kthej në lumturi. Dhe kur dikush më thote, filani ose filania të urren, wow, ai po m'jep lumturi. Pra duhet ti shndërroj, mos i merrni për kështu, ose, ej, filani ose filania po flet keq për ty. Ua, sa bukur, pra, kjo tregon që ai po m'bën magji, po m'jep energji pozitive. Gjithmonë duhet ne ti tjetërsojmë, ti ndryshojmë. Ti ndryshojmë. Sepse ne kemi pranu për shembull urrëtia është diçka e keqe. Kush ta tha? Pse është trashëguar nga njerëzimi si diçka e keqe? Jo, unë du ta tjetërsoj. Është e njëjta gjë që ndodh me pjesën e sëmundjeve. E ke vure për shembull që shumë njerëz thonë, ej, baba jem ka vdekur në moshën 47 vjeçë dhe unë kur shkoj në këtë moshë do vdes sepse ai ka patur problem. Pra ti sa po e manifestohet që këtë moshë do kesh të njëjtin problem si baba jot dhe do vdesësh në tjetër moshë. Jo. Ju do të tjetërsoni. Baba im ka patur riskun e tij, ka patur jetën e tij, ka patur karma dhe traumat e tij, por unë do të tjetërsoj. Si do të tjetërsoj? Unë do jetoj 100 vjet, unë do jetoj 70, unë do jetoj 110, pra vendosni ju, manifestojeni. Kjo është pjesa ku ne i ndryshojmë gjërat. Nuk është e rëndësishme nëse pra vetë ju nuk shkon sa duhet, nëse ne vazhdojmë, e ka këtë fat mami, e kishte babi, tani më ka kap mu, tani si doja bëjon. Jo, unë do ndryshoj edhe pikë. Unë kam qeltin edhe pikë, unë jam këtu që t'i ndryshoj dhe këtu ndodh mrekullia. Pra ne, pastaj doktorat thonë është gjenetike. Asnjë gjë nuk është gjenetike nëse vetë me doktorat o Sara, doktorat kanë mësuar me dhënë ilaçat, i dinë një dy gjëna. Po pra, gjë në këtë jetë nuk është genetike për aq kohë sa ne nuk e pranojmë. Doktorët të thojnë në atë lloj mënyre lor sepse duan të japin faren e besimit që ti ta besosh dhe të pajtosh që ky është kismeti im sepse ka patur mami, ka patur babi, ka patur vllai dhe unë duke qenë trashëgimtar i të njëjtit gjak, i të njëjtës ADN, dhe unë jam i destinuar që të kem këtë pjesë. Nëse ndonjëri është me frekuenca të ulta, mund besoj doktorin, mund besoj çdo njeri, çdo gënjeshtër nga jashtë, po nëse ti kthesh nga vetja, edhe nuk lën as veten tënde ta manipulosh ose të manipulohet, nuk ka shans të dëgjosh tjerë. Nuk ka shans. Absolut. Nëse ke ndonjë pyetje. Te kjo puna e fëmijës, kalum në tema tjera.
na vinë tema njëna pas tjetrës. Të pjesa e fëmisë që e ka bë pyetjen ajo, doja prap të kthesh edhe një herë. Unë dikur para 2 vjetësh, më duket se kam cekë edhe me një video tjetër që unë e kam manifestuar që djali im do mësoj. E kam manifestuar edhe e kam lëshu. Është shumë e vërtetë që çuni im nuk ka nevojë që t'i rritë koka, edhe kur bëj mbledhje me mësuesët, ato thonë ne nuk dim ç'të themi, ka njerë befasohemi ne ku ka shtije ky djalë. Që asnjë fëmijë nuk ka shtije sa ka ky. Do me thamë, unë jam nana super e lumtur. E para. E dyta, ka pas një periudhë nga mosha mos gaboj 4 vjeç, nuk ma hante. Nuk ma hante, do me thënë, çdo nanë që nuk i han fëmia vitaminat ose i rrinë me pjatë mbrapa, do me thënë është një stres i gjallë, po të them, nëse fëmia nuk ushqet ashtu si nana don për fëmijën, më të mirën. Edhe e ka manifestu Sara, e ka manifestu që djali im do haj shëndetshëm, jo vetëm do haj, po do haj shëndetshëm, edhe do shëndoshet, edhe nuk do të ketë më nevojë t'i them unë që ti tani du të më hangër se do shëndoshet. Unë tani du të manifestoj, sepse hanë çdo gjë mami, a është thot kjo e shëndetshme? Më pyet, po i them unë. Unë tani më duhet energji të manifestoj që ai mos të më haj ka shumë. Unë qish me vete nga njerë të wow, po shtesham që e manifestova atë. Atëherë isha do me thënë që unë doja për fëmin tim që taj. Po tani, vërtet, do me thënë han mirë edhe han më shpesh. Ma përpara, ma pat nëci. Isha në stres, isha këshu. Okej, super. është super do me thënë të manifestosh vetëdijshëm. Unë atëherë nuk ose kam qanë 2 vjetë kam pasur në këtë rrugë, po të manifestosh diçka të bukur për fëmin, kjo është për mendimin tim, kjo është që mund të manifestohet më shpejt se çdo gjë. Sepse është edhe ajo lidhje që theti energjetike në anë fëmijë. Absolutisht. Edhe fëmia ka një gjë Sara që fëmia nuk bën për shembull fëmia është pasqyrë. Fëmia nuk bën çfarë ti i thu, por fëmia bën çfarë ty të shef të bën. Nëse fëmia do të shoh ty tu lexu diçka, një libër, edhe ai do ngjall interes për çfarë bën. Ose për shembull ka pas raste që unë kam marr telefonin, ja kam hek tabletin, e kam thënë gjumë tani. Po mirë gjumë, a mund ta hekesh atë telefon se mbret drita të syt? Ti mu tabletin ma hoqe. Tani edhe ti du ta hekesh telefonin. Po sa më të lem fëmijët sot pa fjalë. Absolut. Duhet me hek. Që kujtove ti? Okej, ka pyetje të tjera Lor? Unë këtu nuk po shoh, prit të shoh këtu të kjo tjetra, se i ke kjo pikpyetja Sara. Si bë të dua më thjeshtuar, këtë e tham, si të kthejmë fokusin të vetja, për të manifestuar gjërat në vetdije, edhe këtë e cekëm. Një e di që ata që e ke brenda manifeston jashtë, edhe këtë e cekëm. Cila është mënyra për të manifestuar më shpejt, edhe këtë e cekëm. Çdo gjë cekëm ne. Kështu që i kemi thënë kreta. Okej, do mësush sa ndjet muzikat, fillojmë edhe meditimin. Sot kemi prap meditim për manifestim. Okej. Dëgjohet? Po. Është okej? Është okej? Perfect. Ja pyeti këto që janë këtu. Unë dëgjoj. A dëgjojnë? Jo, nëse dëgjohet e pjesa jote, mendoj që dëgjohet tek të gjithë. Po, dëgjohet Sara. O, qa muzike.
Si të manifestojmë përshërimin e fëmijëve të lutem? Atëherë, si të manifestojmë përshërimin e fëmijëve? E para punës, kur ti dëshiron që të manifestosh përshërimin e një fëmije, ulo, merr një laps, një letër, vendos një datë. Për shembull, në muajin janar 8 i pari 2026, fëmija im është i shëndetshëm. Po eci shumë mirë, po shkëlqen, çdo qelizë e trupit të tij po reagon në mënyrë të përkryer, ashtu siç universi e ka krijuar. Çdo organ është në harmoni, është i lumtur, është i gëzuar. Pra, shikoje ti me këtë lloj pjesa dhe gjithçka do të manifestohet. Sara, po kur mërzitemi me shoqërinë, me fëmijët, si të kthejmë në manifestim. Kur mërzitemi, si të kthejmë në manifestim, nuk është nevoja parë të kthesh në manifestim. Thjesht shko, përqafoj fort, puthi fort, thuj u mërzitëm, për momentin, biles kërkoj u falje, sepse i mërzit ti, jo ata. Edhe vazhdoj jetën. Ku ka më bukur? Okej, muzika po më thonë që është okej. Tani të vazhdoj me meditimin, edhe meditimi i sotshëm është hyrja në portalet e manifestimit. Kështu që vazhdojmë. Mbylli syt ngadalë. Merr frymë thellë. Dhe liroje ngadalë. Dhe lejoje trupin të lirohet, të shlirohet, sikur po bie në një det të qetë energjie. Dhe ndërsa trupi lundron në këtë energji të qetë, ti brenda mendjes tënde ndez një fotografi të energjisë së re. Dhe lejoje që mendja jote të jetë piloti. Dhe dije se ky moment është hyrja jote në një realitet të ri. Merr një frymë të thellë dhe nxirre ngadalë. Dhe ndërsa nxjerr frymën, imagjino një dritë të artë që zbret përgjatë shtyllës tënde kurrizore. Shikoje trupin se si po çlirohet nga ngarkesat, nga presioni, nga mendimet që të mbajnë mbrapa. Thuaje në mendje ngadalë: jam gati ta ndryshoj realitetin tim. Jam gati të hyj në frekuencën e manifestimit. Dhe ndiqe trupin se si fillon të hapet. Të harmonizohet. Si një portë energjie që shtrihet përpara teje. Imagjino se je në një hapësirë të bardhë, të pastër,
Ky është portali I qartësisë. Hidh një hap brenda tij. Dhe ndjeje mendjen se si qetësohet. Ndjeje zemrën se si shëndrit. Dhe përjetoje këtë ndjesi. Dhe thuaj vetes, unë e di çfarë dua. Dhe tani lejoje që dëshira jote më e madhe të shfaqet si një imazh, si një energji, si një ndjesi. Por mos e lufto. Lejoje që të shfaqet ngadalë dhe pastër. Vetëm pranoje. Dhe tani përpara teje hapet një portal I dytë me ngjyrë të artë. Ky është portali I emocionit. Hyr brenda tij. Dhe njëherë trupi yt fillon të ndjejë. Të ndjejë gëzim, siguri, mbështetje, mirënjohje, kënaqësi. Ndiqe se si rritet brenda kraharorit energjia. Sikur diçka po ndizet. Dhe po të jep kënaqësi të pafundme. Lejoje këtë ndjenjë të rritet, derisa trupi yt ta besojë këtë dëshirë si realitet. Ti po e ndjen të vërtetën. Trupi yt e njeh këtë realitet. Ti je brenda vetes tënde dhe brenda të vërtetës tënde. Tani një portal I tretë po hapet. Një portal me ngjyrën vjollcë. Ky është portali I besimit. Hyr brenda tij dhe hidhi hapat e tu ngadalë. Ti ke hyrë në fushën ku mendja e vjetër nuk ekziston. Ku dyshimi nuk ka fuqi. Ku vetëm e vërteta jote e re jeton. Dhe ndërsa ecën brenda këtij portali, imagjino sikur universi po të afrohet. Universi po të njeh. Universi po të sheh. Dhe ti je gati të marrësh. Je gati të mbash. Je gati të jetosh. Ndjeje trupin se si dridhet lehtë. Është një dridhje energjie. Një konfirmim që porta është hapur. Imagjino se dëshira jote është një flluz drite.
e cila vjen drejt teje, vjen, afrohet dhe afrohet akoma më shumë dhe hyn në trupin tënd, në zemër, në mendje, në qelizat e tua, dhe ti po bëhesh një me dëshirën tënde. Ti je realiteti i ri dhe ti je magnet për gjithçka çfarë ti dëshiron. Imagjinoje veten si një njeri që e ka tashmë manifestimin e dëshirës së zemrës së tij të bërë dhe të realizuar. Vëzhgoje se si mendon ky njeri i ri, i cili je ti. Vëzhgoje se si flet, si ecën, si zgjohet në mëngjes, si merr vendimet, si ndjehet. Ndjeje këtë version tëndin të vendosur mbi trupin tënd, si një mantel energjie. Bashkohu me të. Ti je ai. Dhe ai po të përqafon ty. Ti je versioni yt i ri. Ti je ai ose ajo që ke dashur të jesh dhe të bëhesh gjithmonë. Lejoje universin të punojë për ty. Dhe imagjino se si e liron energjin drejt universit. Si një dritë që ngrihet lart e më lart drejt qiellit. Dhe qiejt hapen. Dhe energjia jote bashkohet me gjithçka që ekziston. Dorëzoje këtë dëshirë, besoje dhe merre. Dhe ngadalë, kthehu në trup. Fillo të ndjesh këmbët. Lëvizi me butësi. Fillo të ndjesh duart, zemrën, gjoksin,
fytyrën, por si një njeri I ri, jo si ai që hyre në meditim, por si versioni yt më I mirë. Ti nuk je I njëjti. Dëshirat e tua janë aktivizuar, portat janë hapur. Identiteti yt I ri është I ngulitur në qiell. Ti je drita jote. Ti krijon realitetin tënd. Ti je frekuenca manifestimit. Merë frymë thellë dhe liroje ngadalë. Dhe kur të ndjesh gati, mund t'i hapni sytë. Sara, faleminderit. Të lutem, si të shkoj Lor? Shumë mirë. Ka gjë që më shko mu jo mirë gjithmonë. Perfekt, super. Dhe kulli, faleminderit. Të lutem, faleminderit ty. Faleminderit secilit nga ju. Faleminderit që jeni gati të manifestoni, të punoni me veten, të duni veten dhe të jeni gati që të jeni versioni juaj më I mirë. Këto janë ato që qetëson mendjen, trupin. Këto janë ato që na duhen. Absolutisht. Faleminderit Juliana, faleminderit Rudi. Sara, tani nuk e di, me pyetje, nuk besoj se do bëjnë ma pyetje për sonde, sepse vajti vonë. Faleminderit Iliriana. Po, nëse ka pyetje, okay, nëse nuk ka pyetje, takojmë takimin e radhës. Bariam, faleminderit ty. Edhe unë I përshëndes që gjithë këto këtu që ishin sonde me ne, jeni të mrekullueshëm, edhe ne jemi të mrekullueshme. I përgjithë, faleminderit. Duhet vu edhe vetja. Gjithmonë mos harrojmë veten. Mi thanë saj mrekullueshme. Faleminderit. Wow, fantastik thot. Na ktheve buzëqeshjen. Këto doja të dija nga këto që kanë. Për djalin, a mund ta bëj këtë manifestim patjetër, në moment që unë them lëshoje, do të thënë ti ose them që dëshirën tënde vizualizoje në një foto shumë të qartë, në atë moment vizualizoje djalin të shëruar, të përmbushur, të sigurt dhe direkt lëshoje, pra lëshoje në univers. Casey, përshëndetje. Atëherë, nëse ka pyetje, okay, nëse nuk ka, shihemi në takimin e radhës. Nuk do jetë më për manifestimin. Nëse dëshironi një takim të tretë, na thoni që të përgatitemi. Mo me më falës, unë nuk lexoj dot përveç se te pikpyetja, nuk lexoj dot asnjë koment. Te pikpyetja I lexova Sarës, një. Suzana thot, Sara me vite një dritë dhe më ikte. Kur të vjen, mos e lër që t'iki, mbaje, në moment që unë them lëshoje, atëherë lëshoje. Sepse ky është sinjali ku ti je në sinkron me universin. Nuk ka gjë Casey, ti mund ta shikosh dhe mund ta bësh edhe meditimin, mund ta shikosh, live-i do jetë këtu. Në Instagram, gjithashtu do postohet edhe në YouTube. Kështu që, se jo. Okej, pastaj, goca shumë faleminderit që ishit. Lor, shumë faleminderit. Jam shumë e lumtur këtu, jam shumë e lumtur për secilën nga ju që është këtu. Ju uroj natën e mirë, ju dua fort. Natën.